Edhe mënyra e arrestimit ishte në mënyrë banditeste, si një rrëmbim komplet në shkeljet... Profesori juaj Shefqet Muçi, e kam pasur këtu, ka thënë ishte i turpshëm dhe i frikshëm, dhe i turpshëm. Pikërisht. Do me thënë, jo vetëm në shkeljet kushtetutës, Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut dhe çdo gjë tjetër, dhe kur kjo i ndodh presidentit, ish presidentit Republikës, ish kryetarit kuvendit, ish kryeministrit vendit, imagjinoni çfarë ndodh me qytetarin e thjeshtë. Dhe nga ana tjetër, po të marr rastin e inceneratorëve që ne kemi denoncuar si parti politike me kallëzime konkrete, edhe sot që flasim, nuk shkon ndëshkimi tek kryeministri Rama, i cili ka dhënë 17 vendime në një ditë dhe miliona e miliona euro të taksave të qytetarëve janë djegur në inceneratorin e Tiranës dhe në inceneratorët e tjerë, dhe nuk shkon përgjegjësia tek ai i cili ka dhënë urdhrin politik dhe do duhet të ishte përpara drejtësisë dhe të mbante përgjegjësi. Dhe përdorimi me dy standarde, kur vjen puna, dhe këtu po të marrë rastin Çurbe. Rasti Çurbe, deputetit i tha hiq mandatin edhe vazhdo procedimi. Në aspektin teknik, nëse Meta fiton mandatin, lirohet? Po, ka një precedent. Zotit Haklaj. Po, ka një precedent në momentin që merr mandatin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjes, sepse ai sipas që e certifikon, ai quhet momenti i fillimit të mandatit. Zakonisht pak a shumë kur certifikohet? Po, brenda një muaji sa mbaron numërimi. Një muaj, domethënë, ju jeni duke thënë që mbas po themi 11 qershor bëhet certifikimi dhe në atë moment del zoti Meta? Po. Zoti Meta duhet po, në momentin që certifikohet... Nëse ai fiton deputet. Po, sipas precedenteve që janë fuqi. A ka ekziston ndonjë kështu që ta pengoj? Nuk ka asnjë fuqi, sepse në 11 maj do të çlirohet Shqipëria. Dhe përsa kohë do të çlirohet Shqipëria... Shqipëria 28-29 dorë. Do të çlirohet nga ky regjim. Se unë mendoj që jetojmë në një regjim. Siç më kushtuar, edhe s'dia gjë. Po si pushtim është. Ky regjimi që i thua ti, ky regjimi që i thua ti, ju e keni si në pushtet, ë? Po, dhe u largua me vedije të plot për t'i qëndruar përballë këtij regjimi. Dhe jemi në një betejë frontale me këtë regjim. Pra në 11 maj jo vetëm do të çlirojmë Shqipërinë, ekonominë, sjellim më shumë mundësi për trinjtë e treja, që janë larguar nga 1 milion shqiptar, të krijojmë politika konkrete për çiftet e reja, se të blesh një apartament në Tiranë ka një kosto të jashtëzakonshme. Prandaj ne mendojmë që modeli hungarez mund të kishit bërë këto. Zoja Xhixho, do t'i bëjmë. 30 sekonda në 11 majit. Deri në 1 minutë, pse duhet vetojnë Erisa Xhixhon dhe Ilir Meta, se ti do bësh për atë, jo Erisa Xhixhon. Patjetër. Dhe partinë tuaj ose koalicionin. Te kamera këtu për zgjedhësit tuaj. Unë mendoj që zgjedhjet e 11 majit janë zgjedhje historike dhe secili prej jush do duhet të bëjë një analizë të kësaj keqeverisje ka vuajtur në korriz, qoftë çmimet e larta, qoftë korrupsionin galopant, qoftë largimin e një prindi, e një tafërmi nga familja e tyre, qoftë rënimin e sistemit shëndetësor, që kjo qeveri erdhi me shëndetësi falas, apo sistemin arsimor, ku ne si prindër nuk kemi më siguri në shkollat tona. Është një vot ndëshkimi që duhet shkojnë në 11 maj, por edhe një vot pro një programi konkret që ne kemi për të zgjidhur të gjitha hallkat e çdo sektori në vend për të çliruar ekonominë, për të ulur taksat, për ulur çmimin e karburantit, çmimin e energjisë, për të fuqizuar shtresën e mesme dhe për të mos pasur një ekonomi që funksionon vetëm për 5 oligark dhe jo për 95% të qytetarëve. Ndërkohë që vota për numrin 1 është një vot për ndryshimin e domosdoshëm që ka nevojë sot Shqipëria për kthimin e shpresës dhe premtimet e mbajtura. Vota për Ilir Metën është një vot për garanci për demokraci, ai do të vazhdojë betejën e tij për listat e hapura në kuvendin e ardhshëm dhe padyshim për të bërë realitet programin e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, për të vënë në jetë atë program i cili është në qendër vë qytetarin dhe jo klientët pranë qeverisë. Është shumë e rëndësishme të votojmë në 11 maj. Është një mundësi për ne për të votuar ndryshimin, për të analizuar dhe për të ndëshkuar këdo që nuk ka mbajtur premtimet në këto 12 vite. Faleminderit. Zonja Xhixho, të falenderoj për intervistën. Faleminderit ty. Ishte një nga intervistat më interesante. Edhe unë të falenderoj sepse keni dhënë disa lajme njerë, pastaj mesazhet po
Më gëzuat shumë me ato letrat që koincidencë shumë e bukur. Po tani kemi një kështu ne gazetarët, lajmi shkon te ai që kërkon. Patjetër. Të nderuar televizionistë, ndoqët një intervistë me Risa Xhixhon, zëvendës presidente e Partisë së Lirisë. Qëndroni gjithmonë me Dekalog dhe Dritare TV, kemi intervistë më njëherë mbas pak.